që se bëj duti? Do më leni të marroj villë. Jo, po një sekond tani, drunit ka marrë që se bëj duti? Po sigurisht sepse në fillim nuk e kuptoja, pse mrafin ato s'kishin nervave më shpjegoj. Si, dukimi thua këti ti? Ama fillot jo tani me këto amerikanisë ta. Ama na leni aman. Unë nuk arse më fal për shkën kanë dhënë dru, po jena rraf, si jena rraf gjithë. Jo thupra, jo në dac, jo në qa, se që nga kjo punë. Ore, ripi, na leni më ripi, bravo. I bekuar. Varet se nga po, nuk e... Shën ripi. Dë më shën nëna ka majtë drunit dër tani që se mi bëj duta. Shën ripi. Pjesën kemi qenë të vegjën me fjalla, jo ka qenë, kurse tani kanë nevoj fëmija për psikolog. Pa ditë mamin i thu, pa ditë babin. Ja, pyte dhe janë njerë, për qa ka nevoj hajduti? Që të mos bëjmë hajduti. Sigurisht jo për dhunë të njësë. Nuk mund të rinë në një tavolin, në një panel që dëgjoj që fëmija edukohet, fëmija dhe i rritur, jo me dhunë, të më thëmë në shkullë. Jo i rritur i me dhunë. Se kena faktë, që afu një as fëmija as i rritur, jo se afu s'kot njëre, afu s'kot. Unë besoj se kjo është një paragjykim shumë i madh. Shumë që afut një kot pash, dhe është e saktë që afut një kot dhe po flas në tekst, jam në shumës, vetëm unë jam, flas në emrin tim. Gjithsesi sigurisht që pra jo, edhe u ba dy, kur janë më shumë se një, jeni ju. Jo me dhunë, që shkjo të me thënë, se nëse do edukojmë dikoj që vjetë me dhunë, i bidu të edukojmë pasaj që çdo gjë zgjidhet me dhunë, edhe janë to raste. Dhunë në gjuhën shqipe, është kur ti e ushtron ku di veta në nga fizike apo psikologjike një njeri duke poshtru dhe duke lanë mos me ba as një lloj veprimit apo gjajt apo duke ba atë që don ti. Po ai ripi që the ti ç'është ai? Është për këtë. Ai ripi për që ripi do thar Arioni nuk kam. Ripi është Arioni. Po në moment Jo, dikur ajo shpreha, pra ajo shpreha, po. Për ne ka qenë shripi. Tani po ta tregoj vetë. Unë kam një fëmijë 10 vjeç, supozohet. Po. Dhe vjen dhe zonja, allë më thotë që mi ka marrë thotë Gjakovendin djalit thotë kur ato janë kënë të lytop, hajni pura me fjalë për të mallin zotë e sakatojmë ndrum. Ose ma thunë se ç'a duhet mi ba. Sepse është fajim, sakaton fëmijën tënd në ndrum. A ç'a thumë ose unë po egzagjeroj. Unë po egzagjeroj. A kupton se nuk do të mësh. Ta thësh kam she dush. Por ç'a do bash ti me atë fëmijë këtu do thësh psikologën ti? Jo, më do i flas vetë fëmis. Si mi fol vetë? Do t'i flas më. Do t'i flas. Po do t'i flas me kujdes, ç'është kjo? Duke rrahur një fëmijë, ti e mëson. Po si do ta dhunosh pra? Me dru pra the. Po jo mos e rrafi. Po mirë pra atë, po pra rrahja jote është dhuna ime. Arbisi thotë që po rrafe një herë ai nuk vjedh më. Unë është që po të vike psikologu vjedh prap. Jo, problemi është po vodhi pasi e rrafe. Por atë po kalbë gjithë. Ai është duke rrahur